Shpat Kasapi vdiq pas një ataku në zemër në moshën 40 vjeçare. Artisti ishte bashkë me ish grua në Itali për shkak të problemeve shëndetësore të djalit të tyre, i cili shpesh është dërguar atje. Burimet e sigurta bën me dije se e para që pa shpatin pa shenja jete ishte Selvia, ish bashortja e tij. Bajta veten shumë, nuk ma merrte mendja. Ai në fakt në Itali ka qenë për dy arsye, edhe për djalin ka një problem. Ati ka shkuar dhe për kurimin e tij bashkë me ish gruan. Shpatit i ka ndodhur në dhomën, kur ka hyrë dhe Selvia tha se ai ishte shtrirë në krevat dhe nuk tha më asnjë shenjë jete, pa pulс, pa asgjë. Ajo është rëngua dhe ka lajmëruar stafin e hotelit, që të flisja unë për Shpatin nuk do ma merrte mendja. Në këto momente duhet ta falenderojmë për momentet e bukura që na ka dhënë. U shpreh aktori Rezard Veleshnja. Jam rritur me të, që kur kemi qenë të vegjël, kemi qenë në aktivitete kulturore kudo. Kemi pasur një lidhje familjare shumë të mirë. Nuk e di çfarë gjendje do jenë familjarët, u shpreh me tutje. Me teja i tha se artisti nuk ka pasur probleme shëndetësore, por shtoi se ataku në zemër mund t'i ketë ardhur edhe nga gjenetika, pasi sipas tij edhe babai i këngëtarit pati vdekur në mënyrën e njëjtë. Jo, nuk ka pasur probleme me shëndetin. Ka qenë diçka e familjes, gjenetike, sepse edhe babai i Shpatit vdiq nga ataku në zemër. Ai ka pasur shëndet të mirë këto vitet e fundit. Zgjidhte edhe ushqimin, bënte kontrolle të rregullta. Me sa duket dhe trupi mbase ndjen vetë dhe Shpatit i ndodhi kjo që nuk do më merrte mendje. Para 2 ditësh fola me të. Folëm 4 herë brenda asaj dite. Një nga planet ishte që kishte bërë për të qenë në shtëpinë të famshme në Shqipëri, por ja që nuk ishte e shkruar. Tha ndër të tjera, Rezard Veleshnja duke zbuluar akoma më shumë detaje rreth vdekjes së tij.